A lëshoj njerëz vetën mas martese. Veç budalla dhe fukaroja martohen më herët. Dikush e lëshon barkun, dikujt i bien flokt, po Jeremy Doku na e ka provu të kundërtën. Loj kundër Liverpoolit ai ka shkëlqy. Pas martesës u bë man of the match edhe shënoi gol në fush e nështë edhe në shtrat. Tash ai ka dhënë gryja superfuqia inspirim, nuk e dim. Po me rëndësi tregoj që martesa sta merr formën veç ta shton motivin. Prej vallës në driblime Doku s'ka të ndalën. 22 vjeçar, belg, një prej atyre lojtarëve që kur e merr topin, gjithçka ngadalësohet për tjerët, po për të jo. Nuk ka frikë për dueleve, nuk e kursen asnjë sprint. E në çdo aksion ja ndjen vetbesimin. Ky djalë ka diçka që në sher rrallë në futboll modern, atë etjen për me dëshmu që futbolli është edhe kënaqësi. E kjo nështë është ajo energjia e re që i ka ardhur prej martesës. Disa prej martese ndaloj ritmin, e Doku veç e shtoi tempën. Ka raste kur dashuria të bën me unal, po për tjerë të bën me vrapu drejt suksesit. E Doku këtë javë e tregoj që forma e vërtet nuk është veç fizike, është edhe ajo që e ndjen kur e din që dikush po të shikon nga tribunat edhe ti s'dën me zhgënjy. E ju a menoni që dashuria t'jap formë apo ta merr formën? Mos harro bëje follow Urban FM, subscribe në YouTube.